nderuar Zoti Ministri i Financave, nderuar zonja krye negociatore, nderuar Zoti Kryetari i Komisionit për Ekonominë dhe Financat, nderuar Zoti Kryetari i Shoqatës së Bankave, të nderuar guvernator, koleg, miq të ftuar nga vendi dhe bota, profesor, më lejoni ta çel fjalën time duke ju uruar mirëseardhjet në punimet e konferencës së Bankës së Shqipërisë për vitin 2024. Gjithashtu përfitoj nga rasti për të përgëzuar bashkëpunëtoren e kësaj konference, Shoqatën Shqiptare të Bankave, në përvjetorin e 25 të krijimit të saj. Ndër vite, Shoqata Shqiptare e Bankave ka dëshmuar të jetë jo vetëm një platformë serioze bashkëpunimi dhe koordinimi i industrisë bankare, por edhe një institucion largpamës dhe partner i rëndësishëm i yni në rrugën e zhvillimit dhe modernizimit. Kjo konferencë e 17-a në llojin e vet, është një moment i rëndësishëm në kalendarin e punës tonë dhe komunikimit me partnerët tanë institucional, profesionistët e fushës, si dhe me publikun e gjerë. Kjo konferencë na mundëson të largojmë disi vështrimin nga sfidat e së tashmes, të marrim në shqyrtim çështje me rëndësi strategjike për zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të vendit, si dhe të përpiqemi nëpërmjet një dialogu të hapur dhe konstruktiv të identifikojmë politikat dhe instrumentet e duhura për adresimin e tyre. Në këtë kontekst, më duhet theksoj se pavarësisht zhvillimeve të vrrullshme ekonomike dhe politike të vitit që po lëm pas, kryefjala afatgjatë e këtij viti do të mbetet dhënia e dritës jeshile dhe fillimi në muajin tetor i procesit zyrtar të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky kapitull i ri shtron përpara nesh një agjendë të nxehur reformash rregullatore, legjislative dhe institucionale, realizimi i të cilave është jo vetëm parakusht për antarësim, por dhe një hap madhor dhe i domosdoshëm në rrugën tonë të progresit. Për këtë arsye, punimet e kësaj konference kemi vendosur t'ia dedikojmë rolit që kanë në procesin e integrimit bankat qendrore dhe sektori bankar. Të nderuar pjesëmarrës, para se të vazhdoj me shtjellimin e pikpamjeve të mia mbi temën konkrete, dëshiroj të ndalem shkurtimisht në statusin aktual të zhvillimit të ekonomisë shqiptare dhe të sistemit të saj financiar. Shqipëria e vitit 2024 afron një realitet krejtësisht të ndryshëm ekonomik krahasuar me një dekadë më parë, kur vendi mori statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Pavarësisht sfidave jo të pakta me të cilat jemi përballur gjatë kësaj periudhe, vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend është rritur nga 10 miliard euro në 24 miliard euro. Niveli i papunësisë në vend është reduktuar nga 17.5% në 10.7% dhe të ardhurat për frymë vjetore janë rritur nga 3.500 euro në 9.200 euro. Në të njëjtën kohë, parametrat kryesor të ekuilibrave ekonomik dhe financiar të vendit kanë ardhur në përmirësim. Inflacioni ka shënuar një nivel mesatar prej 2.5% gjatë kësaj periudhe. Deficiti llogarisë korrente është ulur nga thuajse 11% në 2% të produktit të brendshëm bruto. Borxhi i huaj është reduktuar nga 70% në 44% të produktit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik ka zbritur nga niveli 72% në nivelin e 56% të prodhimit të brendshëm bruto. Kështu raporti i kredive me probleme ka zbritur nga thuajse 23% në 4.6%, raporti mjaftueshmërisë kapitalit ka shënuar një nivel mesatar prej 18%, ndërkohë që sektori bankar ka vijuar të kreditojë ekonominë dhe të shfaqë nivele të larta likuiditeti dhe rentabiliteti. Ky progres i qëndrueshëm nuk ka qenë produkt i rastësisë. Përkundërzi, ai ka pasqyruar maturimin dhe sofistikimin në rritje të biznesit shqiptar, një kuadër politikash makroekonomike konsistent të koordinuar dhe të orientuar drejt stabilitetit, frytet e reformave strukturore ndërmarra gjatë kësaj periudhe nga qeveria shqiptare dhe nga Banka e Shqipërisë,
si edhe kontributin pozitiv të sektorit bankar. Lejoni të ndalem shkurtimisht në disa faktorë mbështetës që citova më sipër, duke u përpjekur që të fokusohem në rolin e Bankës Shqipërisë dhe sektorit bankar. Në aspektin e politikave të administrimit ekonomik, Shqipëria ka bërë progres në drejtim të adoptimit të praktikave më të mira të fushës, si në planin individual, nëpërmjet ankorimit të tyre në rregulla, ashtu dhe në planin e rritjes së konsistencës dhe të mekanizmave dhe koordinimit të tyre. Banka e Shqipërisë ka adoptuar një kuadër modern të politikës monetare, në formën e një regjimi fleksibël të inflacionit të shënjestruar, të orientuar drejt stabilitetit të çmimeve, të shoqëruar me një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Paralelisht me politikën monetare, ne kemi punuar për zhvillimin e politikës dhe instrumentave të ndërhyrjes makroprudenciale, për përmirësimin e kuadrit rregullator të sistemit bankar, si dhe për përmirësimin e procesit ton mbikëqyrës, me synim harmonizimin e tyre me standardet e Bashkimit Evropian. Së fundi dhe po aq e rëndësishme, kuadri orientues i politikës fiskale ka bërë progres në drejtim të adoptimit të rregullave fiskale, të cilat garantojnë qëndrueshmërinë afatgjatë të financave publike dhe rritin efektivitetin dhe parashikueshmërinë e saj. Në aspektin e reformave strukturore, Banka e Shqipërisë është fokusuar në dy drejtime të rëndësishme: në rritjen e qëndrueshmërisë dhe eficiencës së sistemit ton bankar, si dhe në zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve financiare, të instrumenteve të pagesave dhe të edukimit financiar. Në këtë drejtim ne kemi bashkëpunuar ngushtë me partnerët tanë institucional, Kuvendin e Shqipërisë, Ministrinë e Financave dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave, të cilat i falenderojmë për këtë bashkëpunim dhe mbështetje. Po ashtu si administrues, rregullator dhe promotor i zhvillimit të sistemit pagesave, ne kemi punuar për modernizimin e vazhdueshëm të platformave kombëtare të pagesave dhe përditësimin e bazës rregullatore të tyre, me fokus reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi. Së fundi, në bashkëpunim me agjencitë e tjera publike dhe grupet e interesit, ne kemi iniciuar dhe po vëmë në zbatim strategjinë e Bankës Shqipërisë për edukimin dhe përfshirjen financiare, çka përbën një investim madhor afatgjatë për zhvillimin e vendit. Në mbyllje të kësaj pasqyre zhvillimesh, dëshiroj të ndalem dhe në rolin pozitiv që sektori bankar ka patur jo vetëm në rritjen dhe zhvillimin ekonomik, por dhe në procesin e integrimit evropian të vendit. Ky sektor, pra sektori bankar, ka qenë në vazhdimsi segment pararoj ekonomisë shqiptare në termat integrimit dhe shkallës së zhvillimit. Në veçanti, procesi i konsolidimit të tij, i administruar me kujdes nga Banka e Shqipërisë, ka shërbyer si një instrument i nxitjes së konkurrencës brenda sektorit dhe i rritjes së efektivitetit të tij. Paralelisht me rolin e tij integrues, sektori bankar shqiptar është ndruar në një instrument të rëndësishëm të zhvillimit qëndrueshëm dhe afatgjatë të vendit, nëpërmjet përmirësimit të gamës dhe cilësisë së produkteve bankare dhe në veçanti të kredisë. Në këtë kontekst dua të theksoj se niveli i kreditimit të biznesit shqiptar nga sektori bankar është në nivele të krahasueshme me shumë nga vendet e reja anëtare të Bashkimit Evropian. Nderuar pjesëmarrës, ky reflektim mbi trendet pozitive të zhvillimit të deri tanishëm nuk duhet na ushqejë asnjë iluzion mbi madhësinë e sfidave që kemi përpara. Shmangja e kurthit të rritjes së vendeve me të ardhurat mesme, si dhe sfidat strukturore demografike, të ndryshimit klimatik dhe të inovacionit financiar, kërkojnë një sforco të madhe se ajo që ne kemi kryer deri tani. Në gjykimin tim, reformat strukturore që ne duhet të ndërmarrim në kuadër të procesit të integrimit afrojnë një mundësi unike për adresimin sistematik të tyre. Duke u ndalur në këtë moment, më lejoni ta mbyll këtë fjalë përshëndetëse me disa observime të mia mbi rolin e Bankës Shqipërisë dhe sektorit bankar në këtë proces. Si autoritet monetar, mbikëqyrës dhe rregullator, Banka e Shqipërisë ka një rol primar në negociatat për antarësim. Ne jemi pjesë integrale e punës për 5 kapituj dhe udhëheqim 2 prej tyre,
kapitullin 4 lëvizja e lirë e kapitalit dhe kapitullin 17 politikat ekonomike dhe monetare. Në vetvete, ky proces nënkupton një harmonizim të plot të kuadrit ton ligjor dhe regulator me akuis komunitar dhe jemi të ndërgjegjshëm se ky proces do të ketë dhe sfidat e tij. Për momentin ne mund të identifikojmë 3 prej këtyre sfidave. Së pari, procesi i integrimit nënkupton dhe një ekspozim në rritje ndaj flukseve financiare në formën e investimeve të portofolit. Këto flukse i shërbejnë zhvillimit të tregut financiar dhe reduktojnë kostot e përgjithshme të financimit në vend, por ato tentojnë të gjenerojnë volatilitet në termat e likuiditetit dhe të kursit të këmbimit. Administrimi me kujdes i tyre do të jetë një sfidë në rritje për Bankën e Shqipërisë, por dhe për institucionet e tjera ligjzbatuese. Në këto kontekst ne gjykojmë se kuadri regulator dhe ai politikës monetare ofrojnë një piknisje të mirë për adresimin e tyre. Së dyti, procesi i integrimit do kupton dhe një ekspozim në rritje të ciklit financiar ndaj ciklit financiar të Bashkimit Evropian. Cikël i cili është provuar të ketë pasoja jo të vogla në tregun ton financiar dhe në aktivitetin ekonomik. Në këto kontekst, prioriteti ynë do të jetë zhvillimi dhe përsosja e mëtejshme e politikës dhe instrumentave tona makroprudenciale si instrumenti i duhur për menjanimin e pasojave të padëshirueshme negative që mund të kemi. Së treti, sfidë do të jetë dhe sekuencimi e koordinimi i shpejtësisë konvergjencës së kuadrit regulator të sistemit bankar me atë të segmenteve të tjera të tregut financiar në Shqipëri. Ky koordinim është i nevojshëm për të shmangur arbitrazhin regulator dhe për të promovuar një zhvillim të harmonizuar të sistemit ton financiar. Së fundit dëshiroj ta mbyll këtë fjalë duke nënvizuar se procesi i integrimit ofron sfida dhe oportunitete po aq serioze për sektorin bankar. Lëvizja e lirë e kapitalit nënkupton dhe një ekspozim të plot ndaj konkurrencës midis këtij sektori dhe atij evropian. Industria jonë bankare duhet të ndërgjegjësohet për pasojat që kjo konkurrencë do të ketë në modelin e biznesit dhe marzhet e fitimit, duke marrë në kohë dhe masat për përballimin e saj. Në këto kontekst mbetemi bindur se shoqata shqiptare e bankave do të vijojë të japë kontributin e saj pozitiv në procesin e zhvillimit dhe konvergjencës për integrimin në Bashkimin Evropian. Duke ju uruar mirëseardhjen, ju ftoj të gjithëve të jepni kontributin tuaj nëpërmjet një diskutimi sa më të hapur në konferencën e ditës sotme të organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe shoqata shqiptare e bankave. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Faleminderit. Ftojmë presidentin e shoqatës shqiptare të bankave dhe njëkohësisht drejtorin e përgjithshëm të bankës OTP Albania, zotin Bledar Shella, të mbaj fjalën e rastit. Përshëndetje, i nderuar Ministri i Financave Malaj, e nderuar Ministre e Shtetit dhe Krye Negociatore Luka, i nderuar Guvernatori i Bankës së Shqipërisë zoti Sejko, i nderuar Kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave zoti Shalci, të nderuar të ftuar dhe kolegë, zonja dhe zotërinj. Ka një ndryshim historik këtë herë ulja jonë në këtë sallë të kësaj konference. Asnjëherë më parë nuk kemi qenë kaq afër sa tani me atë pjesë të civilizimit, ekonomisë avangard, shoqërisë së lirë, ku pozicioni ynë gjeografik na ka vendosur, Bashkimin Evropian. Është ky moment që kësaj konference jep një vlerë të veçantë dhe rrit interesin ton maksimalisht. Sfida është politike, shoqërore, administrative dhe ekonomike. Me këto në mendje dhe në prioritet të punës sonë, dakordsuam me Bankën e Shqipërisë për të organizuar këtë konferencë me qëllim të prezantimit të sfidave tona kryesore. Industria bankare është pjesë e ekonomisë dhe shumë gjëra do të shkojnë krah për krah. Por ajo ka dhe veçoritë e veta, duke filluar me politikën monetare, me mbikëqyrjen, me anën ligjore, me standarde ndërkombëtare të raportimit financiar, me sigurimin e depozitave, me ndërhyrjen e jashtëzakonshme dhe me sistemin e pagesave. Veprimtaria bankare, e cila prej disa vitesh në fakt, është duke u përshtatur ndryshime rregullatore në përputhje me standardet e BE-s, nuk vjen në këtë territor e zbrazët. Tashmë edhe qëndrimet dhe oponenca jonë ndaj ndryshimeve udhiqen plotësisht nga fakti nëse këto ndryshime
janë në përputhje me standardet e BE-s apo jo. Kjo na ka bërë të provojmë më shpejt barrën e ngarkesës dhe të përgjegjësisë për të shkuar këtij procesi pa rezistencë, por me dëshirë dhe energji dhe besim. Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm se sfida e integrimit të industrisë bankare nëpërmjet plotësimit dhe zbatimit të kuadrit ligjor dhe rregullativ të BE-s dhe institucionet e saj do përfshihen të gjithëve ne, qeverisë, ligjvënësit, Bankës së Shqipërisë, Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Mbrojtjes së të dhënave personale, Njësisë së Inteligjencës Financare dhe bankave. Sa më të harmonizuara këto institucione dhe sa më të përfshira dhe ne aktorët e tregut, aq më mirë do të jetë për reformat që na presin. Tani nuk ka më kohë. Ndoshta para disa vitesh ishim ne që i kërkonim te autoritetet më shumë durim dhe shtyrje të afateve të zbatimit të standardeve, për sa kohë nuk duket në horizont një date për afër e anëtarësimit në BE. Sot flasim ndryshe, sepse kemi në horizont kohor të përcaktuar, viti 2030, dhe në këtë afat kohor industria bankare nuk mund të mos jetë pjesë kontribues, mbështetës dhe zbatues e reformave që na presin. Ne sapo mbyllëm me sukses Open Banking, e gjitha në zbatim të PSD2-shit. Tani presim vendimin për të qenë pjesë e SEPA. Digitalizimi, duke zbatuar kërkesat e rrepta për sigurinë kibernetike dhe për mbrojtjen e dhënave personale, ka përfshirë çdo aspekt të veprimtarisë bankare, që nga onboarding, nënshkrimi elektronik, shërbimet, pagesat utilitare, pagesat për shërbimet publike, kontrolli i llogarisë, këmbimet e të tjerë. Të gjitha në një telefon smart. Të ndërgjegjës se akoma kemi për të bërë për përfshirjen financiare, edhe pse me ligjin për llogaritë bazike tashmë ekziston produkti për të tërhequr më shumë në qytetar në bank. Industria bankare është në një moment shumë të mirë të zhvillimit të saj. Vetëm për 9 mujore para këtij viti, sektori bankar ka dhënë rreth 281 miliard lekë kredi për ekonominë, në rritje me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Raporti kredive me probleme ka rënë në 4,58%, niveli minimal në 16 vitet e fundit. Rritja vjetore e depozitave 4,1%, 63% e numrit të pagesave kryen në kanalet elektronike. Dhe vlera e përgjithshme pagesa në këto kanale është rritur në 41%. 34% e llogarive bankare janë aktive dhe të aksesueshme nga interneti. Pa u thelluar më tej në analiza më të detajuara, më lejoni të theksoj se ne jetojmë në kohë ku zhvillimet janë dinamike dhe gjërat ndryshojnë vazhdimisht. Interesi ynë është maksimal se si do të veprohet me afatet për procesimin e MREL për bankat sistemike, kur do të kemi ligj të ri për bankat qendrore dhe bankat e nivelit 2, si mund të ndryshohet skema e sigurimit të depozitave dhe kur do të jemi gati për instant payments. Këto dhe të tjera janë në listën e detyrave dhe kërkesave tona në mënyrë që të paraprim në kohë afateve. Me zërin tonë të bashkuar dhe të unifikuar, ne do të mbemi kërkues që reformat të kuptohen, shkruhen qartë dhe zbatohen më së miri. Dhe pse përshtatja e legjislacionit që kërkohet është pothuajse e përcaktuar nga direktivat e BE-s, sërish roli ynë është i domosdoshëm. Standardet e reja duhen kuptuar mirë, ka nevojë për edukim dhe trajnim të stafeve që do t'i zbatojnë ato, por ka nevojë dhe për edukim të publikut për t'i kuptuar. Duke filluar nga PSD2 dhe SEPA e në vazhdim për të tjera. Ne si shoqatë shqiptare e bankave na takon të jemi në krye të këtij procesi, duke trajtuar me prioritet sipas agjendës. Roli i industrisë bankare dhe kontributi i saj në zhvillimin e ekonomisë është i padiskutueshëm. Ne jemi krenarë që pasi kaluam pasojat e krizës së viteve 2008-2010 dhe ato të viteve 2019 e mbrapa, tërmeti, pandemia, lufta në Ukrainë, inflacioni, industria bankare rezultoi e fuqizuar, e mirë kapitalizuar sipas kërkesave të Bankës së Shqipërisë, me rritje të veprimtarisë kredituese, më shumë besim të publikut te bankat, më shumë digitalizim dhe më shumë hapje ndaj publikut. Këtë trend pozitiv duhet ta forcojmë dhe përmirësojmë gjatë procesit të reformave që na bashkojnë me BE-n. Besim plot dhe optimist për përballjen e sfidave që na presin, ju uroj shumë suksese konferencës. Faleminderit. Ftojmë kryetarin e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave në Kuvendin e Shqipërisë, zotin Eduard Shalsi, të mbaj fjalën e rastit.
Mirëmëngjes, i nderuar guvernator, i nderuar ministra, i nderuar kryetari i shoqatës, i nderuar miq, koleg, ish koleg, i pres gjithmonë me një kënaqësi të veçantë ftesat nga një sistem pjesë të cilit isha 30 vjet më parë. Dhe teksa kthej kokën pas, nuk mund të mos konstatoj me një kënaqësi të jashtëzakonshme progresin fantastik që ka bërë Shqipëria. Aq sa sot raporti i Komisionit Evropian i fundit e konsideron sektorin financiar shumë qëndrueshëm, rentabilitetin apo profitueshmërinë bankare të rritur me nivele shumë të kënaqshme, rritje të kredisë, cilat nuk kanë qenë rezultat i rastësisë, por rezultat i një pune këmbgulse, pasionante të shumë aktorëve, ku Banka e Shqipërisë, bankat e nivelit dytë kanë rolin kryesor. Më vjen mirë që pjesë e kësaj konference dhe pata mundësi të takoj edhe disa partnerë nga Banka e Italisë, e këtij suksesi janë pikërisht koordinimi i gjithë këtyre faktorëve. Sot jemi për një temë veçantë fakt, dhe gjithë e dimë që rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian nuk ka qenë as pak i lehtë, ka qenë i gjatë, i komplikuar, me ulje ngritjet e veta, me rrethana të jashtme, që nuk varëshin nga ne, por rrethana të brendshme, cilat nuk e kanë çuar procesin me atë ritëm që shqiptarët do të donin. Por sot ja ku jemi. Mbetet një prioritet strategjik dhe jam i bindur që Shqipëria nuk ka qenë kurrë më parë më e vetëdijshme, më e angazhuar, më e përgatitur për ta përqafuar antarësimin Bashkimin Evropian. Dhe procesi i screening dëshmoi disa të vërteta për cilat edhe i dinim, po edhe nuk i dinim. Kolegja, mikja, Malinda më ka shpjeguar me shumë detaje procesin e mundimshëm të screening, që si kundër ato analizat e gjakut që i bëhen trupit të njeriut, tregojnë dhe dëshmojnë se në çfarë fazë jemi. Dhe mësuam që po, janë disa institucione shumë të rëndësishme për cilat Shqipëria është gati të hyjë në Bashkimin Evropian. Sikundër, ka dhe institucione tjera, cilat kanë shumë punë për të bërë. Por, thash që një momentum të tillë si ky që po përjetojmë, Shqipëria nuk e ka pasur kurrë. Ndaj ne kemi caktuar prioritet që të mbyllim detyrat tona dhe të bëjmë gati Shqipërinë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Të gjithë e dimë që Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian ka ndërmarrë disa iniciativa, ka përpunuar disa instrumenta, një nga cilat dhe shumë i rëndësishëm është edhe plani i rritjes, që nuk synon gjë tjetër vetëm se të konvergojë, themi, apo të përshpejtoj konvergimin socio-ekonomik të Shqipërisë apo të Ballkanit me Bashkimin Evropian. Dhe në këtë kuadër, Shqipëria ka miratuar dhe agendën kombëtare të reformave 2024-2027, që synon, siç e thash, pikërisht të reduktojë këtë hendek midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që të integrojë ekonominë tonë kombëtare me atë të Bashkimit Evropian, duke synuar në përmirësim të klimës biznesit, për cilët jemi krenar, por jemi ndërgjegjshëm se kemi ende shumë punë për të bërë. Ndërkohë që
duhet të nxisim me dojmos rritjen ekonomike përmes transformimit dhe modernizimit të ekonomisë, përmes rritjes kapitalit njerëzor, përmes rritjes produktivitetit nëpërmjet specializimit dhe modernizimit dhe investimit dhe pjesëmarrjes së Shqipërisë në tregjet europiane përmes eksporteve apo integrimit të tregjeve. Lejoni t'ju përgëzoj, nderuar guvernator, për faktin që Shqipëria do t'jetë antare në tregun unik të pagesave në euro, SEPA, një arritje që meriton të theksohet dhe të vihet ndukje. Shqipëria nuk është më në listën e shumë përfolur gri. Takimet e fundit me Standard & Poor's and Moody's ishin shumë entuziaste dhe na inkurajuan duke na dëshmuar dhe konfirmuar arritjet edhe nxitur për më shumë. Pra, mund të themi me plot gojën që Shqipëria i ka të gjitha mundësitë që brenda një periudhe të shkurtër kohore të tregojë dhe të dëshmojë që është në gjendje të përmbush të gjithë këto angazhime, të gjithë këto reforma, në mënyrë që ajo ndër e ka hershme shqiptarëve bëhet realitet, sikundër e kemi deklaruar në vitin 2030. Edhe një herë tjetër ju falenderoj që më bët pjesë të konferencës. Ishte kënaqësi të takohesha, të bisedohesha, të shoh disa kolegë të sistemit bankar që 30 vjet përpara, po edhe të rinj, dhe duke uruar një ditë sa më të frutshme dhe konstruktive dhe të suksesshme, mezi pres që të takohemi edhe në konferencat e tjera, takime tjera, sepse është shumë e rëndësishme që kuptojmë një gjë. Qeveria nuk mund të bëj e vetme të gjitha. Nëse të gjitha aktorët do të përfshihen, atëherë suksesi do të jetë edhe i mundshëm, edhe i arritshëm dhe i meritueshëm. Faleminderit. Ftojmë Ministren e Shtetit dhe kryenegociatoren zonja Majlinda Dhuka të mbaj fjalën përshëndetëse. Faleminderit. Mirëmëngjesi, miq që jeni bashkuar sot kësaj konference, mirë se vini në Tiranë. I dashur guvernator, të dashur koleg nga Kuvendi i Shqipërisë, Ministri i Financave. Ndihem e nderuar që të jem sot me ju dhe të diskutojmë për rolin e pazëvendësueshëm të sistemit financiar shqiptar në rrugën e antarësimit të Shqipërisë drejt familjes europiane. Shqipëria ndodhet sot në një moment historik në rrugën e antarësimit në familjen europiane. Shqipëria sapo i ka çelur negociata teknike për antarësim në një moment qëndrueshmërie ekonomike dhe stabiliteti të sektorit financiar, në një moment të merituar për të ulur në tryezën e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Shqipëria ka aspirata të mëdha dhe është sot fort e përgatitur për të avancuar me çeljen e negociatave në fusha të tjera përgjatë vitit 2025. Shumica e fushave janë të lidhura me ekonominë, rritjen dhe qëndrueshmërinë. Në këtë rrugtim,
drejt familjes europiane, sigurisht që roli i Bankës së Shqipërisë, sistemit bankar dhe institucioneve financiare është shumë i rëndësishëm. Në mendimin tim, në 3 drejtime kryesore. Së pari, në lidhje me qeverisjen ekonomike dhe qeverisjen e transformimit ekonomik të vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Së dyti, në lidhje me inovacionin ekonomik dhe mbështetjen që sistemi financiar i jep inovacionit ekonomik teksa sektorët kryesor të ekonomisë transformohen në hyrje në tregun evropian, dhe së treti, për ta konvertuar rritjen në mirëqenie për qytetarët. Bashkimi Evropian është duke folur më dendur këto ditë në lidhje me plotësimin, përfundimin e tregut të kapitalit. Raporti Draghi ka vënë në dukje disa sfida strukturore të konkurrueshmërisë së Bashkimit Evropian dhe është një linjë mendimi që po shtyn reflektimin e Bashkimit Evropian në drejtim të përfundimit të krijimit të tregut të plotë të kapitalit në Bashkimin Evropian. Banka e Shqipërisë e drejton punën për tregun e kapitalit, për kapitullin e tregut të kapitalit në negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që tu fjala është jo vetëm për të afruar standardet e Bashkimit Evropian, por njëkohësisht edhe për të bërë pjesë e tregut të kapitalit të Bashkimit Evropian, teksa ai evoluon dhe konsolidohet. Qartasi është një rrugë shumë dinamike. Teksa ne i afrohemi Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian e konsolidon konkurrueshmërinë e tij dhe ne duhet të përshpejtojmë për t'ju afruar të gjitha mundësive të reja që sjell reformimi evropian. Unë mendoj se ne të gjithë së bashku kemi së paku 3 misione të mëdha për të përmbushur. Në periudhën afatshkurtër, shpresoj, por afatmesme për të qenë objektiv. Së pari, teksa futemi më shumë në tregun e përbashkët evropian dhe i afrohemi anëtarësimit, është shumë e rëndësishme që të ruajmë stabilitetin ekonomik të vendit, pavarësisht nga krizat, si dhe të konsolidojmë sovranitetin ekonomik. Hyrja në tregun unik evropian duhet i shërbej ekonomisë në vend të përbëj një presion të shtuar konkurencial nga një treg i madh dhe një tregu më të vogël për bizneset shqiptare. Prandaj është e rëndësishme që të punojmë për të konsoliduar sovranitetin ekonomik dhe unë besoj se është roli madhor i sistemit ton financiar, i tregut ton të kapitalit për të siguruar konsolidimin e sovranitetit ekonomik. Së dyti, unë mendoj se ne duhet të përmbushim një mision për modernizimin e plot të sistemit financiar bankar. Progresi është i dukshëm, fal punës tuaj të jashtëzakonshme. Sistemi financiar bankar ka ndër profesionistët më të mirë, një pjesën më të mirë të kapitalit njerëzor të Shqipërisë. Dhe unë besoj se
duke drejtuar vëmendjen tek digitalizimi dhe standardi evropian, ne mund ta nxisim modernizimin në një hap tjetër. Nëse kemi hezituar disi për ta bërë këtë deri më sot, unë ju ftoj që t'i bashkoheni mendimit që çasti është sot. E kuptoj që në disa raste kjo kërkon më shumë investime nga ana juaj. Jo vetëm në kapitalin human, por edhe në sisteme dhe teknologji. Po kush më mirë se sa sektori bankar dhe sektori financiar në Shqipëri mund të mbaj shenjuesin e modernizimit. Ne do të kemi në fakt çaste kur do të shtyhemi po ashtu që të modernizohemi më shumë. Kuvendi i Shqipërisë po shqyrton një ligj i cili përafron një rregullore të re të Bashkimit Evropian, të ashtë të quajturën GDPR, ose rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale. Sigurisht, sistemi bankar është zbatuesi ose ndër zbatuesit kryesor të këtij standardi evropian. Unë aspiroj që ky standard të trupëzohet edhe më shumë, pasi është gjeri i trupëzuar në sistemin ton bankar, përmes jush për së pari. Duke drejtuar përpjekjet edhe të fushave të tjera të sektorit financiar, si për shembull tregu të sigurimeve e të tjera me radhë. Unë mendoj që ne kemi edhe një mision tjetër shumë të rëndësishëm, një mision të tretë për të përmbushur së bashku, integrimin në praktik. Roli ynë është ai në thojza, gjuetari të mundësive. Ne duhet të krijojmë mundësi dhe përfitime praktike, reale, për qytetarët dhe bizneset tona. Ky është rasti me SEP-ën, zonën unike të pagesave në euro, përfitimet e të cilës drejt për qytetarët dhe bizneset janë domethënëse. Shqipëria është vendi i parë në rajon që ka paraqitur pranë institucioneve europiane kërkesën për të bërë pjesë e zonës së pagesave euro. Këtu nuk është fjala vetëm se Banka e Shqipërisë ka bërë një punë shumë të me Ministrinë e Financave dhe institucionet e tjera për të afruar rregullat, po këtu është fjala dhe sepse sistemi bankar është gjerësisht i përgatitur për të bërë pjesë e zonës së pagesave euro. Kështu që unë përfitoj nga rasti të ju përgëzoj të gjithëve shumë përzemërsisht dhe të uroj së shpejti një vendim pozitiv për Shqipërinë dhe lehtësimin e pagesave ndërkufitare, por edhe rritjen e përfshirjes financiare për qytetarët dhe bizneset gjatë vitit 2025. Të bërë rit antar i familjes europiane është një rrugtim sfidash dhe mundësish. Është një rrugtim optimistësh dhe skeptikësh. Por unë mendoj se ne të gjithë ndajmë besimin e përgjithshëm që jemi në miljet e fundit për të mbushur kriteret për të bërë antar në Bashkimin Evropian. Shqipëria sot ka nevojë për energjinë tuaj. Ju faleminderit. Ftojmë Ministrin e Financave, zotin Petrit Malaj, të mbaj fjalën e rastit. I nderuar zoti guvernator, e nderuar ministre Luka, i nderuar kryetari i Komisionit Ekonomisë dhe Financave zoti Shalci, të nderuar pjesëmarrës. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sot në këtë konferencë ku natyrisht kryefjala është integrimi në Bashkimin Evropian. Shqipëria tashmë ka hyrë në një rrugë pakthim, atë të çeljes së negociatave dhe të diskutimit të kapitujve themelor.
Progres raporti i fundit i Komisionit Evropian e vuri theksin të përparimet që ka bërë vendi ynë, që lidhen me zhvillimin e një ekonomie tregu funksionale, por edhe në stabilitetin e treguesve makroekonomik. Sa i përket performancës së ekonomisë, kemi përmirësuar dukshëm rritjen ekonomike. Kemi rritur të ardhurat për frymë e po kështu janë rritur dhe investimet e huaja direkte. Ndërsa kemi vijuar me reduktimin e ndjeshëm të borxhit publik dhe të normës së papunësisë, e cila sot gjendet në nivelin më të ulët historik. Për sa i përket politikave fiskale, brenda këtij viti ne parashikojmë që të miratojmë strategjinë afatmesme të ardhurave për periudhën 2024-2027, e cila ka si synim rishikimin e politikave fiskale dhe konvergjimin e tyre me direktivat e Bashkimit Evropian, si dhe për afrimin në përgjithësi të legjislacionit për sa i përket politikave të fiskut. Rruga drejt integrimit evropian kërkon që si politikat fiskale, ashtu dhe ato monetare të jenë të harmonizuara për të siguruar që zhvillimi ekonomik i vendit të jetë jo vetëm pozitiv, por edhe i qëndrueshëm. Në këtë kontekst, gjej me vend që të përgëzoj dhe punën e bërë nga ana e Bankës së Shqipërisë, e cila ka arritur të ushtrojë me eficiencë dhe përgjegjshmëri rolin e saj rregullator. Vetë sistemi bankar si aktor primar, por edhe shoqata shqiptare e bankave si një mekanizëm efektiv koordinues dhe promovues, po kontribuojnë për një zhvillim të qëndrueshëm të sistemit bankar, si dhe për promovimin e standardeve më të mira në fushën e bankingut. Të nderuar pjesëmarrës, integrimi evropian avë përpara një sër detyrash që ne duhet t'ju përqasemi me standarde të caktuara. Për këtë bashkëpunimi ndërinstitucional është shumë i rëndësishëm. Për shembull, transformimi digjital është një nga fushat ku së bashku duhet të synojmë nxitjen e përdorimit të pagesave elektronike, që së bashku me përmirësimin e shërbimeve do të rrisë akoma më shumë aksesin në financë për konsumatorët vendas. Nga ana tjetër, një masë e tillë do të ndihmonte në reduktimin e paras kesh, si dhe do të na shërbente në formalizimin e mëtejshëm të ekonomisë së vendit. Proceset integruese me Bashkimin Evropian kërkojnë që bashkëpunimi ndërmjet institucioneve tona të kenë një qasje të koordinuar dhe të standardizuar. Për të përmbushur këtë objektiv, Ministria e Financave ka ndërmarrë një sër hapash të rëndësishëm në bashkëveprim dhe me Bankën e Shqipërisë, por dhe me partnerët ndërkombëtar. Gjithashtu, jemi të fokusuar edhe në zhvillimin e kapaciteteve të përbashkëta për të forcuar monitorimin dhe raportimin financiar të politikave financiare në mënyrë që të sigurojmë një qasje standarde në përmbushje të kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Duke përfituar nga rasti, dëshiroj të përshëndes shoqatën e bankave me rastin e 25 vjetorit të saj, si dhe t'ju uroj së bashku me Bankën e Shqipërisë si bashkë organizatore e kësaj konference, suksese në punën e tyre. Ju falenderit.